Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falënderimet dhe lavdërimet tona i drejtojmë Allahut të madhëruar, atij i cili është një dhe i vetëm. As ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, as kush në gjithësi nuk është i barabartë me Allahun. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi mëshirën e botëve, mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit e rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit e tij që qoftë i lavdëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes, selamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Do ta hapim sot nektarin e Gjumas me nxitja për të mirë ka shpërblim, kurse nxitja për të keq ka ndëshkim. Nëse një njeri nxit një njeri tjetër për të bërë një vepër të mirë apo vepër të keqe, ai do të marrë shpërblim apo ndëshkim nga ajo vepër e mirë apo e keqe që ka bërë, sepse Allahu i madhëruar thotë në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Kush ndërmjetëson për një çështje të mirë, do të ketë pjesë në shpërblimin e saj, kurse kush ndërmjetëson për një çështje të keqe, do të ketë pjesë në ndëshkimin e saj. Lexojmë në surën Nisa, në ajetin 85. Nxitja dhe thirrja të tjerëve për të bërë vepra të mira dhe për të zbatuar të vërtetën dhe ndalimin të tjerëve nga kryerja e veprave të këqija, sikurse e thot ky ajet, tregon interesimin e Kuranit famëlart për të përhapur shpirtin shoqëror tek muslimanët, duke i ftuar ata që t'i largojnë egoizmit dhe të mos injorojnë të tjerët. Dhe kjo arrihet nëpërmjet këshillimit për të mirë dhe duke tërhequr vërejtjen për të kotën e të shtrembërën. Ky ajet shpjegon pikpamjen bazë të Islamit në çështjet shoqërore. Çdo fjalë apo vepër, por dhe çdo heshtje që çon në nxitjen e të tjerëve për të bërë vepra të mira, padyshim që nxitësi dhe inkurajuesi fiton një pjesë nga rezultati i asaj vepre pas një mangësi. Në hadithin e transmetuar nga i dërguari i Allahut, profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, thuhet: kush urdhëron për të mirë dhe ndalon nga e keqja, ose tregon atë dhe udhëzon për në të, ai është pjesëtar në shpërblim. Kush urdhëron në të keqe ose tregon rrugën e keqe dhe udhëzon për në të, ai është bashkëpunëtor në të. Duke u bazuar në këtë, vërtet nxitja të tjerëve për bërjen e veprave të këqija bën që nxitësi të jetë pjesëtar i asaj dhe rezultati i asaj vepre. Bazuar në këtë pikpamje të fesë islame, ata që bëjnë gjunahe apo gabime, nuk janë vetëm, por në gjunahet e tyre përfshihen edhe ata të cilët i kanë nxitur për të bërë këto gjunahe nëpërmjet mënyrave të ndryshme e informative apo nëpërmjet përgatitjes së faktoreve, ndihmuar deri edhe në thënien e fjalës sado e vogël që mund të jetë ajo dhe është nxitëse për të keq. Po kështu është shembulli edhe i atyre që nxisin të tjerët për të bërë vepra të mira, të cilët arrin të marrin pjesën e tyre nga shpërblimi i veprave të mira. Allahu na mundësoft të bëjmë punë të mira dhe të shmangemi nga të këqijat.
Do t'i vijojmë tani më me pjesën e Kuranit të përzgjedhur për ditën e sotme. Unë sot jam dalur tek sura Shura dhe kam përzgjedhur 9 ajetet e para të saj. Ju uroj shikim dhe dëgjim të këndshëm së bashku. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Ha Mim Ain Sin Qaf. Kështu Allahu, i plot fuqishmi, i urti, të frymëzon ty o Muhammed, ashtu si që ka frymëzuar edhe ata para teje. Ati përket gjithçka që gjendet në qe dhe gjithçka që gjendet në tokë. Ai është i larti, i madhërishmi, qejt, gati sa nuk qahen nga sipër prej madhështisë së Allahut, ndërkohë që engjujt lavdërojnë e falënderojnë Zotin e tyre dhe kërkojnë falje për ata që janë në tokë. Me të vërtetë që Allahu është falësi dhe mëshirëploti. Allahu është mbikëqyrës mbi ata që zgjedhin mbrojtës tjetër përveç tij, ndërsa ti o Muhammed nuk je kujdestar i tyre. Dhe kështu pra, ne të kemi shpallur ty një Kuran në gjuhën arabe për të paralajmëruar popullin e Mekës dhe ata rreth saj, për t'i paralajmëruar ata për ditën e cila do të vijë me siguri, kur të gjithë njerëzit do të tubohen, disa në xhennet e disa në xhehenem. Sikur të donte Allahu, do t'i kishte bërë të gjithë një besimi, por ai pranon në mëshirën e vet këtë doj, kurse mohuesit nuk kanë as mbrojtës, as ndihmës. Vallë, a mos zgjedhin ata mbrojtës tjetër përveç tij? Sigurisht, vetëm Allahu është mbrojtësi, ai i ngjall të vdekurit dhe është i fuqishëm për çdo gjë. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ky ishte përkthimi i ajeteve të surës Shura nga ajeti 1 dhe mbyllëm me ajetin 9. Kemi mbritur kështu tek tema e ditës për sot në Nektari Gjumas, ku sot do të flas rreth temës objekte adhurimi më të dobta se një mis. Temën e ditës së sotme kemi bazuar në komentimin e ajeteve 71 deri tek ajeti 74 të surës Haxh. Si fillim do të sjellim ajetet e mëpas do të vijojmë me komentimin dhe ulumtimin e tyre, të cilat sjellin informacion mjaft të rëndësishëm për të zotët e mendjes dhe hedhin poshtë pretendimet boshe të politeistëve dhe në ndryshe i dhujtarëve. Allahu i Madhëruar thot në këto ajete, Bismillahirrahmanirrahim. Ata adhurojnë në vend të Allahut atë, për të cilin ai nuk u ka dërguar atyre asnjë provë autoritare dhe për të cilën nuk kanë kurfar dijenie. Të padrejtët pra i dhujtarët nuk do të kenë asnjë që t'i ndihmojë ditën e gjykimit. Kur atyre i lexon vargjet tona të qarta, ti do të vëresh në fytyrat e jo besimtarëve marazin. Ata duan të vërsulën atyre që ja lexojnë shpalljet tona. Thuaj, a doni t'ju tregoj se çfarë është më e keqe se kjo? Zjarri i xhehenemit, të cilin Allahu u ka premtuar atyre që nuk besojnë. Sa vendbanimi shëmtuar që është ai. O njerëz, është sjell një shembull, andaj dëgjojeni atë. Idhujt që ju e adhuroni në vend të Allahut nuk mund të krijojnë as dhe një mis, edhe nëse bashkohen të gjithë për këtë. E nëse miza u merr atyre diçka, ata nuk do të mund t'ia marrin. I dobët është përgjëruesi, adhuruesi, por edhe ai të cilit i përgjërohen idhulli. Ata nuk e çmojnë Allahun me vlerën e tij të vërtetë. Vërtet, Allahu është më i forti dhe i plotfuqishëm. Pra e në ajetet e surës Haxh nga ajeti 71 deri tek ajeti 74. Këto ajete i vazhdojnë studimet të tyre në lidhje me njësimin dhe politeizmin. Ato flasin rishtazi për politeistët dhe veprimet e tyre të gabuara. Ajeti i pari këtyre ajeteve thot: ata adhurojnë në vend të Allahut atë për të cilin ai nuk u ka dërguar atyre asnjë provë autoritare. Kjo sqaron kotësinë e besimit të politeistëve, të cilët mendonin se Allahu i kishte lejuar të faleshin idhujve dhe idhujt do të ndërmjetësonin për ta tek Allahu. Ai të shton e thot dhe për të cilën nuk kanë kurfar dijenie. Pra, ata kryejnë një adhurim për të cilin nuk disponohet asnjë provë për të treguar drejtësinë e saj, as nga rruga e frymëzimit hyjnor dhe as nga rruga e deduksioneve mendore, dhe ai që nuk punon në bazë të provave bën padrejtësi ndaj vetvetes dhe ndaj të tjerëve.
Askush nuk mund ta mbrojë atë në ditën e llogaridhënies. Prandaj ai i thot në fundin e tij: të padrejtët idhujtar nuk do të kenë asnjë që t'i ndihmojë ditën e Kiametit. Sepse mbështetësi dhe ndihmësi i vërtet është vetë Allahu. Politeistët nuk i mbështetën asnjë provë hyjnore dhe as mendore. Ata nuk kanë udhëheqës, as udhërrëfyes, dhe as mësues që t'i udhëzojnë në rrugë të drejtë dhe t'i çojë tek e vërteta, mbrojtjen e të cilës e kanë humbur dhe nuk mund të ndriçohen me të, pasi ja kanë bërë vetë të keqen vetes së tyre. Ajeti i dytë që po studiojmë vën në duke kokëforcinë e idhujtarëve dhe hedhin poshtë prej tyre me mendimasi të ajeteve të Allahut të Madhëruar. Kjo realizohet nëpërmjet një fjale të shkurtër, por plot kuptim ku Allahu i Madhëruar thotë: kur atyre ju lexon vargjet tona të qarta, ti do të vëresh në fytyrat e jo besimtarëve marazin. Këtu del në pak kontradita midis Kuranit të drejtë dhe fanatizmit të ignorancës, i cili nuk i nështrohet të vërtetës dhe as i hap zemrën e vetëditës së tij bujare. Sapo atyre ju lexuan ajetat e Zotit të Madhërisëm, ju shfaqen në fytyrat e tyre shenja e mendjemadhësisë, dhe thot Allahu, duan t'u vërsulën atyre që u lexojnë shpalljet tona. Me një fjalë, duket sikur ata duan ta sulmojnë atë që u lexojnë shpalljet e Allahut të Madhërisëm dhe t'ju godasin me grusht si shprehje e mendjemadhësisë së tyre të urryer. Nëse njeriu mendon me logjik, atëherë nuk duhet të zemërohet nga një tregim që nuk i pëlqen, dhe as nuk do të irritohej e ngrysej duke bërë gati të sulmoj bashkëbiseduesin e tij, për shkak se ai nuk është në një mendje me të, përkundrazi ai do t'i përgjigjej me një gjuhë logjike. Irritimi i politeistëve, siç u paraqit, është një provë degenerimit mendor të tyre dhe mbisundimit të ignorancës dhe gënjeshtrës tek ata. Shpreha janë gati t'u vërsulën që përbëhet nga dy foljet e kohës së tashme, është provë e vazhdimit të kësaj situate sulmi dhe sharish nga politeistët që ishte bërë pjesë përbërëse e jetës së tyre. Ata herë bënin atë e herë të tjera kur nuk u alejonin kushtet, e shprehin atë në fytyrat e tyre kur u dukeshin shenjat e marazit. Kurani i shenjtë urdhëron të dërguarin profetin Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, kur thotë: thuaju, a doni t'ju tregoj se çfarë është më e keqe se kjo? Zjarri i xhehenemit. Që do të thotë se nëse ju pretendoni se këto ajete dhe shpallje janë një e keqe, sepse ato nuk përputhen me mendimet tuaja të deformuara, unë ju njoftoj juve atë që është më e keqe për ju, dhe pikërisht ndëshkimin e dhimbshëm të Allahut, zjarrin, të cilin Allahu i Madhëruar e ka përgatitur si ndëshkim për ju. Pra po thot Allahu, të cilin Allahu u ka premtuar atyre që nuk besojnë, e sa vendbanimi shëmtuar që është ai. Vërtet, zjarri përvelues është vendi më i keq për ata që qëndrojnë fort në të tyren, që karakterizon nga një temperament i ashpër dhe që zjarri nervozizmit të tyre ka djegur zemrat, sepse ndëshkimi i Allahut gjithnjë vjen në përshtatje dhe mas me faj dhe kundërshtimin e tyre. Ajeti pasues paraqet një pamje kuptimplotë për gjendjen ku ndodhen idhujtarët dhe për sendet e dobta të qesharakët të tyre që ata i adhuronin, duke zbuluar falsitetin e pikpamjeve të politeistëve dhe të ideologjisë së tyre. Këtë e bën duke u drejtuar të gjithë njerëzve në mënyrë të qetë. O njerëz, është sjell një shembull, andaj dëgjojeni atë. Përgatituni mirë për të, dhe thot Allahu, idhujt që ju adhuroni në vend të Allahut nuk mund të krijojnë as edhe një mis, edhe nëse bashkohen të gjithë për këtë. Me të vërtet, edhe sikur të bashkoheshin të gjithë idhujt së bashku, madje edhe të gjithë dietarët, mendimtarët dhe shpikësit nuk do të mund të krijonin një mis. Atëherë, si ka mundësi t'i bëni idhujt tua shok të krijuesit të qiejve dhe të tokës, dhe gjithçkaja që ndodhet në to, si mira e mira krijesa në tokë, dete, shkretëtira, pyje dhe thellësinë e tokës? Allahu është ai që krijoi jetën dhe llojet e saj të ndryshme dhe me pamjet e mrekullueshme të shumëllojshme, saqë çdo njëra nga krijesat zgjon tek njeriu të radhëbirimin dhe vlerësimin. Ku ndodhen hyjt tuaj të dobët në krahasim me Allahun, këtë krijues të aftë, të fortë dhe të madh? Ajeti plotëson shpalljen në lidhje me dobësinë e idhujve dhe paftësinë e tyre absolute,
duke treguar se ato janë të paaftë, jo vetëm të krijojnë qoftë edhe një mizë, por, vazhdon ai duke thënë, e nëse miza u merr atyre diçka, ata nuk do të mund t'ja marrin. Duket sikur ajeti u thot atyre, cili është motivi që të merri një gjë të dobët si sundimtarin dhe zgjidhësin e problemeve tuaja, kur ato e mund edhe miza. Jehova të vërtetës për të provuar dobësinë e idhujve, u shton lart në fjalët të madhërishmit i cili thot, i dobët është përgjëruesi adhuruesi, por edhe ai të cilit i përgjëroheni idhulli. Në transmetime ka ardhur se idhujtarët Kurejsh i kishin vënë idhujt e tyre rreth Qabes dhe i kishin mbytur në misk dhe parfume të tjera, disa herë edhe me shafran e mjalt. U shkonin atyre rrotull duke përsëritur shprehjen Lebeik Allahumma lebeik, lebeik la sharika leke illa sharikun huwa leke tamlikuhu wa ma malak. I përgjigjem thirrjes tënde o Allah, i përgjigjem thirrjes tënde që nuk ke shok e ortak, veç një ortak që është yti e posedon atë dhe çfarë posedon. Që do të thotë se largimi nga njësimi këtu është i qartë dhe bërja shok e Allahut është e sigurt. Ata i bënin këto sende të parëndësishme shok të Allahut, që është një dhe i vetëm. Ata shikonin se si mizat fluturonin mbi ta dhe u merrin mjaltin, shafranin, miskun, pa patur mundësi ta kthenin mbrapsht atë që ju vidhej. Kurani i shenjtë e pastyron këtë pamje për të zbuluar dobësinë e këtyre idhujve dhe banalitetin e logjikës së politeistëve, që e gëlltitnin lehtësisht adhurimin e tyre për idhujt. E ju kujton atyre paftësinë e zotave të tyre për të rikthyer atë që ju është marrë nga mizat dhe pamundësinë e tyre për të mbrojtur vetveten me shpresë se ata do të vinin në vete dhe do të shikonin kotësinë e adhurimit përveç adhurimit të Allahut të Madhërisëm. Pasi Kurani i shenjtë paraqet këtë shembull të qartë, pranon një të vërtet shumë të rëndësishme dhe pikërisht ajo është: ata nuk e çmojnë Allahun me vlerën e tij të vërtetë. Politeistët, nëse do të kishin njohuri më elementare për Allahun e Madhëruar, nuk do ta ulnin veten dhe vlerën e tij në nivelin e zotave të tyre të dobët dhe të pafuqishëm dhe nuk do të bënin sajesat e tyre shok të Allahut. Nëse ata do të kishin ndjenin më të vogël për fuqinë e Allahut të Madhërisëm, do të qeshnin me veten e tyre dhe do të tallshin me mendimet e tyre. Dhe ajeti thot, vërtet Allahu është i fortë dhe i plot fuqishëm. Po, Allahu është i plot fuqishëm mbi çdo gjë dhe nuk ka të barabartë në fuqinë e tij, e cila nuk ka cak dhe kufi. Ai nuk është si zotat e idhujtarëve që, edhe sikur të bashkohen së bashku, nuk do të mundeshin të krijonin qoftë edhe një mis të vetme. Jo vetëm kaq, por ata nuk janë në gjendje të marrin mbrapsht atë që a marrin mizat. Shikues dhe dëgjues të nderuar, do të ndahemi për pak sekonda së bashku për vjuar me pjesën tonë të dytë. Në temën tonë do të sjellim më pas kulumtime rreth këtyre ajeteve. Qëndroni me ne në Nektari i Xumas. Shikues dhe dëgjues të nderuar, por flasim rreth temës objekt të adhurimi më të dobta se një mizë. Kemi mbritur tek kulumtimet rreth ajeteve të surës Hajj nga ajeti 71 deri tek ajeti 74, ku do të flasim tani më shembulli i qartë për të treguar pikat e dobta. Një numër shpjeguesish mendojnë se Kurani famëlart ka sjellë një shembull në ajetin e tij të lartë përmendur, por se nuk e ka dhënë atë të qartë si duhet, por ka vënë theksin në probleme të tjera, se shembulli këtu ka ardhur për të provuar një diçka të çuditshme dhe jo me kuptimin e njohur të shembullit. S'ka si dyshim se ky ushtrim është gabim, sepse Kurani famëlart u bën thirrje të gjithë njerëzve që të mendojnë në lidhje me këtë shembull. Nga njëra anë, ky shembull është dobësia e mizës dhe nga ana tjetër, aftësia e saj për të grabitur atë që kanë idhujt dhe paftësinë e idhujve për të kthyer atë që është marrë nga mizat. Ky shembull është për të dhënë për politeistët arab, por ai ka kuptim për mbar njerëzit dhe nuk u përket vetëm idhujve, por përfshin gjithçka përveç Allahut të Madhërisëm. Përfshin faraonët, nemrudët, grykësinë dhe dëshirat, postet dhe pasuritë. Pra gjithçka. Po të bashkoheshin dhe të mblidhin ushtritë e tyre dhe çdo mjet e fuqi tjetër që posedojnë, ata
nuk do të mundeshin të bënin edhe një mis, edhe as do të ishin në gjendje të rikthenin atë që u merr misa. Pyetje dhe përgjigje. Mund të thuhet se shpikjet e kohës moderne e kanë tejkaluar rëndësinë e krijimit të një mise shumë herë. Mjetet e shpejta të transportit, që e kalojnë erës dhe që përshkojnë distancat e mëdha sa hap e mbyll syt, truret elektronik dhe precizioni i pajisjeve moderne, që mundësojnë zgjidhjen e problemeve matematikore në kohën më të shpejtë, nuk ja humbin vlerën këtij shembulli në pikpamjen e njeriut modern. Përgjigja kësaj se fabrikimi i këtyre pajisjeve padyshim i manit mendjet. Ai është një provë se zhvillimi i industrisë njerëzore është një përparim i habitshëm, por ai është i parëndësishëm përballë krijimit të një krijese të gjallë, sado e vogël që të jetë ajo. Nëse studiojmë me hollësi jetën e një insekti të vogël, siç është miza, dhe veprimtarinë e saj biologjike, do të shohim se ndërtimi i trurit të mizës, i rrjetit të saj nervor dhe aparatit tretës, qëndron në një shkallë komplikacioni shumë më të lartë se sa aeroplanet, dhe se ndërtimi i trurit apo i rrjetit nervor të mizës është shumë më i pajisur se ai, dhe as që mund të bëhet fjalë për një krahasim midis tyre. Problemet të jetës, të ndenjave dhe të lëvizjes së krijesave vazhdojnë të mbeten të fshehta edhe të errta për shkencëtarët. Vetë krijesat dhe ndërtimi i tyre biologjik janë vetvete probleme të errta që nuk kanë gjetur ende një zgjidhje. Fizikantët kanë thënë se dy syt e këtyre krijesave shumë të vogla, siç janë për shembull insektët, përbëhen nga qindra sy. Dy sy që na duken neve vetëm dy dhe jo më tepër, përbëhen nga qindra sy shumë preciz dhe quhen sy të përbërë. Le të supozojmë se njeriu prodhon materiale nga një pjesë qelizat të pajet, por a ka mundësi ai të prodhojë qindra sy të vegjël, ku secili prej tyre ka tejqyrsin e vet preciz, shtresat të cilit janë vendosur njëra mbi tjetrën dhe nervat e këtyre lidhen me trurin e insektit për të transmetuar informacionet dhe pastaj për të ndërmarrë kundër veprimin e përshtatshëm në lidhje me sa ndodh rreth rrotullit të tij. Njeriu nuk mund të krijojë një qenie të tillë, pavarësisht se dukte e vogël dhe e parandësishme, por bota e mbushur me sekrete shumë të errta. Nëse do të supozonim se njeriu mund të realizojë këtë, suksesi i tij nuk mund të quhet krijim, sepse ai nuk e ka përcjell dot cakun e montimit të pajisjeve që ekzistojnë në këtë botë. Ai që monton pjesët e makinës nuk quhet shpikës i saj. Shikues të dëgjues të nderuar, kjo ishte tema e ditës së sotme në Nektari i Xumas, por edhe gjithë emisionin. Falenderojmë pafund Allahun madhruar që na mundsoi të jemi në transmetim të drejtë për drejtë, i cili na bëri dhe mundësinë e madhe për të qenë pjesë e programit tonë. Falendrimet pafund i përgasin vetëm Allahut të madhruar. Falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët tanë, falenderoj të gjithë shikuesit e emisionit Nektari i Xumas, Zoti i shpërbleft me mirësi. Në të ditë të xhumasit, të xhuma dhe sot e lutim Allahun ta pranoj lutjet tona, adhurimet tona, duat tona, punët dhe veprat e mira, të ruajë nga punët dhe veprat e shëmtuara, të mbrojë familjet tona dhe inshallah gjithë muslimanët që janë në mbikëqyrjen e Allahut madhëruar me punë dhe vepra të mira, dhe të mbrojë nga çdo gjë që shkatërron paqen, mirësinë dhe dashurinë mes njerëzve. Duke u lënë në shoqërinë ai i cili fton për namazin e xumas, unë ju përshëndes si gjithmonë përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes, duke dashur vetëm paqe, mirësi dhe begati për të gjithë dhe për gjithë njerëzit në mbar botën. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën,
falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن محمد